Në kryerjen e këtij akti ishte dhe kriminali serb Milan Radojčić. Pse u fshen disa ditë ky akt dhe a është paralajmëruar hyrja e Radojčić në Kosovë? Do flasim sot në studion e emisionit të mëngjesit me ekspertin e sigurisë Drizan Shala. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes Gonxhe, mirë se erdhe. Është kënaqësi të kthehem gjithmonë në emisionin e juaj. Kënaqësia jonë çdo herë dhe faleminderit që pranuat ftesën, flasin për një rast shumë të ndihshëm, në fakt as pak të mirë dhe goxha shqetësues, për cilin kishte raportuar dhe gjatë ditës së djeshme kolegu jon gazetar Ural Boshnjaku. Mirëmëngjes Ural. Mirëmëngjes Gonxhe për ju në studio dhe për gjithë shikuesit. Kemi ndonjë të re lidhur me këtë rast që ndodhi pra me datën 1 nëntor në zonën kufitare në mes të Kosovës dhe Serbisë? Në aspektin e zhvillimeve ende nuk kemi informuar nga institucionet e sigurisë në rast se ka ndonjë risi në lidhje me këtë rast, mirë po kemi pasur një deklaratë në ditën e djeshme nga presidenti Vjosa Osmani, e cila mbajti një konferencë për media, e që tha se për të mos u dëmtuar hetimet nuk po arrin që të flas lidhje me temën edhe aq shumë, mirë po ka kërkuar nga të gjithë partnerët ndërkombëtar që të reagojnë lidhje me rastin dhe të ndihmojnë Republikën e Kosovës në zbardhjen e rrethanave të rastit, për të cilët thotë se janë angazhuar aktivisht në ndihmë ndaj policisë së Kosovës dhe po ashtu dhe inteligjencës kosovare për të zbuluar rrethanat në lidhje me këtë situatën. Ajo thotë se krejt çka mund të thuhet publikisht janë deklaratat e familjarëve dhe deklarata e dëshmitarit, të cilët kanë deklaruar se janë në kontakt me personin e plaguar pra brenda territorit të Republikës së Kosovës dhe se i njëjti ndodhet duke u trajtuar në Serbi, ashtu siç kanë deklaruar familjarët e tij dhe po ashtu ish zëvendës ministri për komunitet dhe kthim, i cili thotë se ka qenë së bashku me të në momentin kur ka ndodhur ngjarja. Çka dihet pra deri tash është ajo që ka rrëfyer vetë ish zëvendës ministri, i cili ka treguar se së bashku me personin tashmë të plagosur dhe i cili po trajtohet në Serbi, ndodheshin pranë pikës 0 të kufirit pra në Loposavić, e ku pësuan një atak ose një sulm nga pylli ku 3 makina të gjandarmerisë serbe, disa prej cilave realisht që të gjitha pa targa, dolën prej pjesës pyllore dhe aty ndodheshin edhe persona të uniformuar me uniforma të gjandarmerisë serbe, të cilat ishin me ngjyrë të gjelbër dhe të zezë, por pa ndonjë logo të gjandarmerisë dhe të njëjtët kishin edhe maska duke u afruar personit në fjalë i cili ra në kurthin e një agenti të ushtrisë serbe ndaj tek i cili po shkonte për të blerë mjalt, e që pastaj i dolën këto grupe të uniformuara të maskuara dhe rrëmbyen drejt Serbisë, me që sipas pretendimeve gjithëherë edhe të vetë avokatit të klientit pra në fjalë i cili u plagos, thuhet se qëllimi ishte vritja e tij, pra jo rrëmbimi i tij, por me që dështoi vrasja, atëherë të njëjtët u detyruan që ta rrëmbejnë, e në pyetje është Milan Radojčić, i cili ka të ndaluar futjen në Kosovë. Mirë, sigurisht do të kthehemi për detajet e tjera të lëshuara nga vetë avokatit, që janë goxha interesante, por të ndalemi pak tek personi. Kush ishte personi që në këtë rast, personi kidnapuar po shkonte për të bërë blerje të mjaltës, ashtu siç është raportuar që çdo muaj futej në atë pjesë të territorit të Serbisë për të blerë nga 5 kg mjalt. Pra, me lënë që ta shkoqisim këtë problematikë dhe ta ndojmë në pjesë, por të kuptuam më të qartë situatën e cila fakt është më shumë e mjegullt në kuptimin deklarativ. Sepse kemi të bëj këtu me 2 qytetarë të Republikës Kosovës, njeri punoi në Byronë e Sigurimeve Kufitare, pra Policia e Sigurisë, i dyti ish zëvendës ministri për kthim, dhe të tillët kanë kaluar ilegalisht kalim ilegal të kufirit shtetëror mes Kosovës dhe Serbisë. Pra këtu kemi të bëjmë më pari me një vepër penale, po kalimi ilegal kufirit të 2 qytetarëve tanë. E dyta, në bazë të raportime, në bazë të informacioneve preliminare, lëvizjet e personit në fjalë të qytetarit të Republikës Kosovës, pra nuk ishte unikate vetëm një herë, po ishin disa herë, pra ishin veprimet të një pas njëshme që bjen në modus operantin e një informatorit, bashkëpunëtorit të strukturave të sigurisë të shtetit të Serbisë, si pas gjitha gjithë. Mendon që ka diçka për te mjaltit këto? Logjika nuk të shpije që ne të lëvizim të bëjmë një rukëtim të fellë në brenda teritorit të Republikës së Serbisë dhe të merremi me 3-4 kg mjalt dhe me pastaj të rikthehemi. Kur është mjalta e mirë bën edhe ato. Po nuk besoj që rrezikon për të kalim ilegal të kufirit të marrin masat për kate shtetërore nga ana e Republikës së Kosovës, por njëkohësisht
Pyetja mbetet në hapësirën e asaj hipotetike, nuk dojmë të lëndojmë hetimet, kush ka qenë oficeri i ushtrisë serbe, çfarë funksioni ka pasur oficeri i ushtrisë serbe, a ka qenë ai subjekt i shërbimit të Gjandarmerisë serbe. Ka ndonjë detaj, ndonjë informacion? Keni posedon ju se kush ka qenë personi që është takuar çdo muaj ish zëvendësministri për kthim? Çështjet tani më nuk dojmë, sepse drejtoria e Policisë e Kosovës për krime të rënda dhe krime të organizuar tani më duke marrë me rastin, nuk dojmë të lëshohem në detaj në kohën aktuale, por çështjet tani më janë më shumë mbi bazën deklarative dhe që deklaratat janë në shpërputhje me veprimet që kanë ndodhur, sepse logjikisht nuk korrespondon. Ka shpërputhje? Shpërputhje është se kush e ka njoftuar Policinë e Kosovës, ish zavendës ministri për kthim, pse kanë njoftuar, arsyeja, deklarime, sepse nuk ku ti lëviz në një territor të thellë brenda një shteti tjetër, pse kanë qenë dy veta, pse ka bërë ngjizime, sepse ai ngjizon kalimin e qytetarit të Republikës Kosovës që tani më është në spitalin e Niçit sipas deklarimeve të ish zavendës ministrit për kthim, po avokatit e tij. Pra janë shumë çështje sepse këtu kemi të bëjmë me një plan konkret të detajuar. Pra edhe plagesa, edhe rëmbime, nuk më ngonjë në aspektin operacional, nuk më të ndodhë një rëmbim vetëm sa po të bën një rëmbim, po duhet të ekzistojë fa plani i detajuar. Pra këtu janë shumë pyetje në hapësirë dhe që besojmë pas pjesës hetimore nga ana e Institutit të Republikës Kosovës, sigurisht atyre të inteligjencës, do të kemi një pasqyrë më të qartë të atij mozaikit, por njëkohësisht, çka është kruciale është fakti që KFOR respektivisht mekanizëm ndërkombëtar i NATO-s ka çështjen fotografimet satellitore, sepse është një satelit i cili tani më pas rastit të Banjskës në mënyrë permanente lëviz në trajektorën e mbikëqyrjes së vijës kufitor mes Kosovës dhe Serbisë dhe sipas gjitha gjasave organet e sigurisë do duhet që të kërkojnë të komandantit të KFOR-it fotografitë e rastit, sepse janë prezente të fotografi, dhe më pastaj qartësohet më tutje e gjithë kjo ngjarje, por çka është elementi i tretë, pra që është më rëndësi këtu të thuhet, është kemi të bëjmë me struktura të cilët lëvizën nga pala serbe, gjithmonë, të cilët lëvizën për skej pikës zero të Republikës Kosovës brezit kufitar, janë të pa identifikuara, pra janë pa shqenët simboleve shtetërore, ato mjetet e tyre janë pa targa, pra janë veprimet të cilët e përdorin apo i përdorin shërbimet inteligjente ushtarake për të kryer një aksion apo një veprim diverzant brenda një hapësire territoriale. Pra këtu për lënë të në kuptohet që kemi të bëjë këtu një veprim të vojska betbetnos agencje për inteligjencës ushtarake për sigurisë të Serbisë, e cila ka observuar dhe vëzhguar jo vetëm atë lëvizje, po këtë tani më të lënë të në kuptosh se pjesa e territorit të Republikës Kosovës me pjesën veriore vëzhgohet dhe observohet në mënyrë permanente nga kjo strukturë inteligjente ushtarake për të parë lëvizjet e strukturave tona të sigurisë, po Policisë e Kosovës, lëvizjen e strukturave ndërkombëtare të sigurisë për të marrë informacion në mënyrën e veprimit të tyre dhe kjo më pastaj e ngrit në një nivel të lartë strategjik. A është qëllimi i Serbisë tani në këtë kohë aktuale që ta krijojë një valvulë lëvizëse nga presioni që duke ndonë në Beograd? Sepse është paralajmëruar që për shkak të protestave dhe për të larguar vëmendjen nga ngjarjet aktuale që janë duke ndodhur tek protestat në Serbi, mund të ketë një destabilitet nga ana e Serbisë në territorin e Kosovës. Mendoni që ka të bëjë pikërisht me këtë, apo është një ngjarje tjetër që meqense personi në fjalë i cili është plagosur dhe kidnapuar ishte një opozit e listës serbe në veri të vendit? Dëgjoj, edhe këtë do duhet ta shtrojmë në rrafshin jo emocional, kuptimin e veprimeve. Ju e dini qartë se Serbia në mënyrë permanente ka lëvizur strukturat e saj ushtarake dhe Gjandarmerinë e Serbisë për brezit kufitar. Jo vetëm në këtë rast, por edhe raste të tjera. Madje janë identifikuar, fotografuar, madje edhe institucionet e Republikës Kosovës kanë shpalosur ato videogjizime. Pra kjo dëshmon për një veprim, për një akt, një operacioni psikologjik. Pastaj, Gonxhe, ndodhi rasti i dronëve.
Ju kujtohet hyrja në hapësinë territoriale të Republikës Kosovës, të cilën madje konfirmoi edhe ndim sekretarja NATO-s, Shishirinska, ish ministra e mbrojtjes së Shtetit të Maqedonisë së Veriut. E dëshmoj që po, ne kemi informacione se dronet nga Serbia kanë hyrë në territorin e Republikës së Kosovës. Të kanë thënë dhe vetë nga strukturat zonat. Me qenë se në fillim ka pas kundërshtime në drejtim të institucionit të Republikës së Kosovës, madje është argumentuar nga vetë NATO. Kjo është një argument i fortë, pra e dëshmon për një fazë të dytë ku Serbia ka bë reconnaissance, pra ka mbledh informacione për strukturat tona, për infrastrukturën kritike, për objektet vitale me të cilët vepron në Republikën e Kosovës. Madje ndodhi edhe një akt nga ana KFOR duke shpallur. Po dhe ne vetë shpesh i kemi shpalosur ato, Drizan. Edhe armatimin, edhe ku ndodhen, në fotografit aty se ku janë ato të ruajtura, dhe sa armate marrim nga Turqia, nuk është që edhe ne ja kemi lënë mangu për t'i dhënë informacione. Kjo është përputhje në kuptimin e procedurës standarde operative. Por çka është më rëndësishme të thuhet është fakti që Serbia në aktin e dytë, përmes marrjes së informacione relevante, tani më ka filluar në fazën e tretë, ne kemi thënë Gonxhe. Me sa më kujtohet, mu ka qenë para 5 muajve, ku kemi thënë, rastet e incidenteve ndërkufitare mund tani të jenë një nga opsionet e shtetit të Serbisë, sepse përmes incidenteve ndërkufitare arrihet qëllimi që të krijohet një situatë të tensionuar që më pastaj aja valvula e presionit politik në Beograd shprazën në drejtim të Republikës Kosovës. Uradh, madje është raportuar që pjesë e gjithë këtij organizimi dhe është futur në territorin edhe Kosovës kriminali serb Milan Radojičić. Sa për të kthyer asaj që tha zotri Drizan, për ta plotësuar pak më shumë, ai tha se mund të bazohemi edhe në dyshimet se të njëjtit ndodheshin atje për spionazh. Kujtojmë se ish zëvendësministri Radojica Radomirović u shkarkua nga detyra e tij si zëvendësministër i ministrit Nenad Rashić, ish ministrit Nenad Rashić, i cili tash është nënkryetari i Kuvendit të Kosovës, mbi akuzat se i njëjti po bashkëpunonte me institucionet inteligjente të Serbisë, e që pastaj filluan edhe kundër akuzat nga ana e zotrit Radojica Radomirović, i cili e akuzonte Nenad Rashićin se tërë ministrin e tij e kishte lënë në duart e një personi i cili po ndonte para atje ku po dëshironte për komunitetet dhe se shumë pak para ishin investuar në veriun e Kosovës. Pra një prej arsyeve të shkarkimit të ish zëvendësministrit është pra dhe pretendimi i ish ministrit Nenad Rashić, i cili e akuzonte atë me bashkëpjesëmarrje në akte të cilat do e minonin sigurinë e Republikës së Kosovës, e akte këto të cilat pra lidhen edhe me spionazh. Andaj ajo çka tha zotri Drizan mund edhe të ketë bazë bazuar në këto deklarata të mëparshme të cilat vijnë prej një vit më parë, pra nuk lidhen me situatën aktuale, por tash kronologjikisht nëse e shohim ngjarjen, atëherë mund të ngrisim pyetje hipotetike në rast se i njëjti mund të jetë i angazhuar edhe në vepra spionazhi, me që pra ndodhesh në pikën 0 të kufirit aty pranë Kosovicit, ku pra lehtësisht ka edhe çështje edhe gjandarmëria e cila u pa, pra se është shfutur brenda territorit të Republikës së Kosovës, e pse sipas pretendimeve të Radomirovićit, pra këta vazhdimisht shkonin deri afër kufirit dhe serbët nga ana e Serbisë futeshin 200 metra brenda territorit të Republikës për ta marrë mjaltën e supozuar, pra ashtu siç ka deklaruar në deklaratën e tij në polici Radomirović. Por në të njëjtën kohë ai deklaron që së bashku me këtë grup të gjandarmërisë dhe agent të inteligjencës së ushtrisë serbe dyshon se ndodhet edhe Radojičić, të cilin e quan Frika Cak, me që sipas deklaratës së tij Radojičić gjithmonë qëllon nga pas dhe njëjtë ka vepruar edhe në këtë situatë kur ka dashur ta vras pra Milan Vukashinovićin, por që për fat nuk kanë arritur ta vrasin dhe njëjti pasi është plagosur goxha rënd është transportuar me autoambulancë drejt Serbisë, ku atje pra në spitalin Nishit ka marrë edhe trajtimin e duhur, e që sipas deklaratës së Radomirović ai derisa shkonte në spital në Serbinë gjatë kohës sa ndodhen ambulancë me duar të lidhura, pra është disi e çuditshme kjo deklaratë, ka arritur ta thrasë nënën e tij dhe t'i jap informata për gjendjen e tij shëndetësore, duke i treguar se është plagosur në Kosovë. Bazuar në këtë ato çka kemi pa në lidhje me gjendjen e të plagosurit, po mund të marrin informata vetëm familjarët të cilët edhe kanë një kontakt me të atje gjatë qëndrimit të tij në Serbi. Ka informacione nëse kanë kontaktuar dhe gjatë këtyre ditëve? Ka pas kontakte të tjera të ti me familjen për ditur të paktën se a është mirë, a është gjallë? Jo, gjendja e tij është e rëndë, pra ndodhet në trajtim intensiv dhe familja është e vetmja e cila po arrin të marrë informacione, ani pse avokati ka thënë që ka tentuar të kontaktojë institucionet, por se nuk ka pasur asnjë çështje në këtë drejtim. Tash për secilin zhvillim pritet edhe një deklaratë zyrtare që do duhet të vinte nga ana e Serbisë, e cila po akuzohet prej Kosovës për një vepër të tillë, por ende nuk kemi pasur asnjë deklaratë
publike në lidhje me këtë rast. Kemi këtu edhe një shkëputje nga atë se çfarë po deklaron ish zëvendësministri, i cili ka qenë dëshmitar, me duar të lidhura, derisa ishte në autoambulancë, nga e dinaj këtë informacion? Pikrisht, pyetja këtu është. Kush i ka treguar atij që me duar të lidhura ka kontaktuar nënën? Pra kjo janë pyetje domosdoshmë që mund të jetë i përfshirë në gjithë këtë dhe vetë ish zëvendësministri? Gonxha, hipotetikisht do kush është involvuar në këtë ngjarje, sepse kemi, siç thash, shkëputje të deklarimeve që nuk përputhen me një ngjarje që ka ndodhur. Pra, është krijimi një lloj alibie ku për koincidencë gjatë ditës së djeshme në mediumet të ndryshme është vërejtur edhe deklarimi i tij në vendin e ngjarjes, që e bën më të dyshuar gjithë ngjarjen. Çka e bën më dyshuar? Sepse në qoftë se ti nuk dëshiron hipotetikisht, nuk duhet të tingëlloj sikurse të interferojmë në proceset e morë. Sikurse dëshiron të shfaqsohet të krijon një alibi më të fuqishme, shkon në vendin e ngjarjes me disa gazetarë me mediume të ndryshme, ja deklaron gjithë ngjarjen, gjithë procesin, dhe kjo më pastaj e bën të nënkuptohet faktin që këtu kemi të bëjmë me një çështje më të madhe se ndoshta tani për tani kemi të shpalosur të kuptuar nga ana e zhvillimit që ka ndodhur. Por mund të jetë një element tjetër, pra, strukturat të pauniformuara, pas tema, pas simbole, lëvizja atyre për shkaj brezit kufitar, kjo do duhet të jetë pjesa e trajektorës së veprimeve që ne do duhet të trajtojmë. Çfarë do të bëj KFOR-i në këtë rast? KFOR-i do duhet. Pikërisht për këto. KFOR-i do duhet tani më në këtë rast të kërkoj përgjegjësi. Apo ndoshta KFOR-i është duke bërë diçka në këtë drejtim? Ne shohim një aktivitet në mbrapaskim të takime që ka komandanti aktual i KFOR-it, në takime të shpeshta me shefat të shtabeve të ndryshëm, me pjesën e mbështetjes operative në terren, pra njësitë që janë mbështetëse të Policisë Kosovës në terren, duke garantuar misionin e zbatueshmërisë së KFOR-it. Në anën tjetër, fakti që kemi një veprim që ndoshta KFOR-i do të kërkojë nga shefi i shtabit ushtrisë së Serbisë, General Mosjević, të marrë informacione shtesë për lëvizjen e atij informacioni të pa identifikuar në brezin kufitar, të kërkoj informacione shtesë kush janë ata, a janë njësitë që vepron në kamuflazh të plot. Më pastaj KFOR-i mund të zbatojë dhe do duhet të zbatonte Gonxhe rikthimin e tampon zonës mes Kosovës dhe Serbisë në hapësirën territoriale toksore deri në 5 km dhe asoj ajrore deri në 10 km, dhe kështu do kishte me qenë një masë preventive që rastet e tilla. Imagjinoni në momentin po të kishte qenë njësia ndërhyrës shpejt policisë kufitare, o policë të tjerë. Atë do kishte me qenë një situatë që da hynë në domenin e një veprimi operacional hibrid që Serbia po tenton me çdo kusht ta fusë Kosovën në këtë segment. Prandaj rastet e tilla të veprime, apo mos veprime, ne do duhet jemi të vëmendshëm dhe të kujdesshëm që mos të vijë ditë situata e ngjashme me strukturat e sigurisë së Republikës së Kosovës, prandaj KFOR-i do duhet të ndërhyjë dhe të kërkojë përgjegjësi nga ana e palës së serbe. Mirë, sepse edhe diçka dua të potencoj. A ka gjasa që në këtë rast i plagosuri dhe i kidnapuari Milan Vukashinović, kërkoj ndjes nëse s'po e them saktë emrin sepse janë emra që nuk di të shqiptoj mirë, të jetë qitur në kurth nga vet ish zëvendësministri për kthim, të pas parasysh që Vukashinović, i cili punonte në byron e sigurimeve, nuk ishte pranuar të dilete nga puna në kohën kur serbët lëshuan institucionet e Kosovës, madje siç ka raportuar Uralli dje në profilin e tij në Facebook, mbante një fotografi me flamurin e Kosovës, pra e njëjtë në farë mënyre Kosovën, dhe madje kemi edhe akuza nga Nena Drashi që edhe për vetë ish zëvendësministrin e tij për kthim, për mënyrën se si shpërndante buxhetin dhe se ishte i padrejt. Pastaj ka akuza tradhtor dhe jo tradhtor. Uralli besoj që ndoshta edhe mund na tregojë më tepër se cilat kanë qenë akuzat që i kanë bërë njëri tjetrit. Por çfarë dëshironin këta dy persona së bashku nëse idetë e tyre nuk kanë qenë të njëjta për Kosovën apo? Pra ka veprimet në shpërputhje. Pra to kemi të bëjmë me veprimet në shpërputhje në literaturën shkencore. Në disa raste për të infiltruar brenda një strukture më të gjerë, ti shpallësh traton nga shteti yt
dëmon etnik, pra në këtë rast personin e fjallë mund të... Që shtraftari nga shteti? Këtë në aspektin e literaturës shkencore, pra veprimet operacionale të shërbimeve inteligjente, pikrisht përdorin shambë mund të jetë një nga hipotezat që personin e fjallë mund të duke që është i afërt me institucion të Republikës Kosovës. E ke fjallën për Vukašinović? Mund të duket. Nuk kemi informacione se si është në fakt, se tani është në proces hetimor, mund të duket dhe më pas taj edhe atentati ndaj tij me vendosjen në një mjet të shpërthys në makinën e tij në vitet më hershme. Kjo do më pas taj e krijon një lloj dozë dyshime, sepse në qoftë se ti vepron për shtetin ku ti je lind dhe rrit, po njëkohësisht zbaton një lloj politike që vjen nga shteti etnik i yti, në këtë rast Serbia, dhe ti qëndron dhe shoqërohesh me persona të cilët janë në shpërputhje me interesat e Republikës Kosovës, sepse ka pasur një vendim të tillë nga ana e kryeministit për shkarkim. Pra, këto janë shumë çështje në mjegull dhe ndaj të cilat ne duhet të ndalë ngadalë në proces të qartë, po jo të përshpejtuar, nxjerrim përfundime të cilat mund të dëmtojnë proceset e caktuara hetimore. Që ndoshta edhe mos i dëmtojmë këto procese. Ural, si po komentohet, a ka ngjallur frikë kjo që ndodhi gjatë kësaj fundjavë në Mitrovica, madje ndoshta edhe të vetë qytetarët serb që mund të jenë opozitor karshi listës serbe? Në fakt, kjo zakonisht ngjarje të tilla komentohen shumë, sidomos në rrjetin social Telegram, ku serbët kanë grupe të organizuara e ku diskutojnë për situata të tilla, po në lidhje me këtë rast unë kam vërejtur një heshtje e varrit, them kështu kushtimisht, me që shumë pak është diskutuar në lidhje me këtë rast në mesin e serbëve, po në mesin e shqiptarëve për shkak të fushatës e cila është shumë e zjarrt, po më duket se po kalon disi në heshtje debati për këtë çështje dhe të vetmit ata që po interesohen për këtë jemi një njerëzit pra të fushës që merremi konkretisht edhe me fushën e sigurisë, pra me raportim nga fusha e sigurisë, por po ashtu edhe ekspertët e sigurisë të cilët edhe po ngrisin hipotezat e tyre me të drejtë, duke u bazuar edhe në argumente dhe aludime të cilat pra derivojnë edhe prej më parë. Por për fat të keq po e shoh se nuk ka një debat publik të theksuar në lidhje me këtë rast, që do duhet me të vërtetë të zgjonte alarm në mesin e shtetit tonë, me që flitet pra për shkeljen e sovranitetit të Republikës së Kosovës dhe futjen e një personi i cili është ndaluar në Kosovë dhe dyshohet se ka vrarë një rreshter policor të Kosovës, pra gjithherë bazuar në deklaratat e Radomirovićit, pra me që për momentin nuk posedojmë argumente të tjera të cilat do na faktonin praninë e tij ose jo brenda territorit të Republikës së Kosovës, por bazuar në ato që ka deklaruar vetë ish zëvendësministri, mund të jetë në pyetje futja Radojčićit brenda territorit të Republikës së Kosovës, dhe kjo me dojmos se do duhet të ngjallte debat më të madh publik, por për shkak edhe të rrethonave aktuale politike në vend, po e shoh se shumë pak është debatuar në lidhje me këtë çështje që është e rëndësishme së madhe nacionale për Kosovën. Po, serbët në veri nuk kanë zgjedhje, sepse ata kanë zgjedhur në fakt kryesisht listën serbe. Pse nuk po zgjon debat? Kanë gjallë frikë kjo që ndodhi, dhe në një farë mënyrë ka qenë ky një qëllim dhe një mesazh i Radojčić, i cili po supozohet që është futur në territorin e Kosovës, për gjithë serbët e tjerë që në një farë mënyrë nuk i bindën listës serbe që e dimi se la kontrollohet nga Radojčić dhe nga Aleksandar Vučić. Mund të jetë njëra nga, po tjetra mund të jetë edhe veprimet të cilët qytetarët nga komuniteti serb e shohin si një veprim të izoluar individual, pra nuk dëshirojnë fare të involvohen qoftë në komentime, qoftë në përcaktim të ndonjë qëndrimi. Por si do të ndikojnë qëndrimet e tyre, sepse e dim që shpeshherë është raportuar që ata edhe shantazhohen nga Serbia, edhe manipulohen nga Serbia, edhe kur them nga Serbia, flas për Milan Radojčić dhe listën serbe. Tani më çështja nuk mund të ndërlidhëm në këtë trajektore, por që ka shantazhe, kërcënime, forma ndryshme, po ka nga ana e shtetit të Serbisë në mënyrë zyrtare, pra nuk bëhet në mënyrë të fshehur siç ka qenë më, po tani më zyrtarisht Serbia bën presion mbi qytetarët e komunitetit serb që i mbështesin institucionet e Republikës Kosovës. Kjo është një fakt që ndaj të cilës askush nuk mund të argumentojë ndryshe. Ana tjetër, grupet kriminale, veprimet e tyre është për të përfituar terren, hapësirë dhe ndoshta për të bërë rekrutime të caktuara brenda territorit të Republikës Kosovës, sepse ne e dimi që nga Banjska, grupi Milan Radojčić më nuk qëndron brenda territorit të Republikës Kosovës. Kjo është një fakt. Por që tani ka bërë institucionet tona të sigurisë kanë bërë arrestimin e grupit të tij, është edhe ky një fakt i cili argumentohet dhe dëshmohet, dhe tani më bëhet rekrutimi në forma të caktuar për të krijuar prap atë celulat e tij operative. Milan Radojčić për nevojat të krimit organizuar, por njëkohësisht për të zbatuar ndonjë politikë nga Beogradi zyrtar.
Por me gjithat, një do duhet problematika kryesore është të gondje kush është aja struktur e cila është në afërsi të brezit kufitar. Kush është aja njësi e cila qëndron atë duke observuar dhe vëzhguar strukturat tona të sigurisë. Kjo është tematika që ne do duhet të ngrisemi. Këto pyetje do duhet i bëhet komandantit të këforit. Këtë do duhet jetë përgjësia e institucionit të sigurisë dhe politikë bërët në ndërtim të komandantit të këforit. Se ato të marrin përgjësinë, sepse imaginone ne kemi një brez kufitar mbi 300 km, edhe në shoftë se është një relief bukur shumë i thyeshëm. Atëre po argumentohet që strukturat e Serbisë janë prezente ato dhe po tentojnë të krijojnë incidente ndërkufitare për të mundësuar më pastaj edhe raste më të rënda. Kujtojmë që para se të ndodhte sulmi në Banjska, ishin kidnapuar 2 policë shqiptar të policisë Kosovës. 3 në fakt. 3, faleminderit që më përmirësuat. 3 policë, kishte vite më parë në 2022, nëse nuk jam gabim, apo në 2023, dhe pastaj ndodhi sulmi që gjithë u shokuam. Mund të jetë ky një paralajmërim dhe mund të ketë një sulm tjetër pas këtij kidnapimi që ndodhi? Pa desh ta zgjerojmë kuptimin të menduarit, po modus operandi, veprimi strukturave të kamufluara pa simbole dhe shena identifikuese të gjasën. Me veprime që kanë bërë strukturat Wagner, strukturat Spetsnaz ruse në teritorin e Krimis. Pra, pa shena identifikuese, pa emblema, pa simbole shtetërore, kanë hyrë në Krimi, kanë shkaktuar incidente ku më pastaj ndodhi dhe lufta Ukrainës. Nuk po them se do të ndodhi luftë, po kuptimin e përmasave dhe zhvillime, ndonjë operacion special, ndonjë formë përcaktime të një regresi demokratik dhe sigurisë. Imagjinoni, presioni është i madh në Beograd. Aleksandar Vučić do t'i shpallë gjithet e jashtëzakonshme në Serbi. Dhe gjitha këto i duhet një thes i boksi që në këtë rast do duhet jetë pikërisht Kosova si një lejë për të kryer veprimet e tija. Më pastaj një shumë një zbejet e raporteve Vučić-Dodik, sepse Dodik është larguar nga lista e zezë. Pra gjitha këto i duhet tani më një argument shtesë Aleksandar Vučić ta shpërqendroj vëmendjen nga situata e cila është kaotike nga shërbimet inteligjente ruse perëndimore dhe njëkohësisht të vazhdojnë mbështetjen dhe të influencojë tutje si gjëja lista serbe është në lidhje të drejtë për drejtë të politikës e tij destruktive për të bërë Kosovën në status quo. Besoj është një temë për cilën kemi ende se çfarë flasim, por ndoshta herave të tjera. Faleminderit shumë Drizan që ke qenë së bashku me ne gjatë këtyre minutave. Kënaqësi. Urall, faleminderit shumë për gjitha këto informacione që i solle dhe sot, ashtu si çdo ditë tjetër në kuadër të